Një 12 vjeç ato. Djali mi s'ka fiju që ato, ka pat një shokë, ka thonë për ta. Djali migjës? Djali mi, ushtarë kun ata e. Ai, djali dhe burrë kun ushtarë. Ljaftu bashkë dhe ka thonë, të na nona, se ka prish nona, se plazit, se kun ai veç një, djali mi se kun veç një, për hasat, ka thonë të ne, qa më bo. Jo, veti babën e vlamën e tonë. Do me thonë, kom jani me ta, jem ushtarë me ta, o djali mirë. A e dishe ti qka po bëhet, as je ka Jo, njerësë? kur po të në dita, po, qa më bo. A u mërzite? Paj, që më thonë, po ti, paj pak po, unë e re, aji, ushtarë, aji. Mbi supet e saj tash më rëndojnë 86 vite. 86 vite në të cilat u përball me çdo situatë të mundshme. E gjatë këtyre vitej, Fatime Dervisha nga fshati Kodradiq i Deçanit, thot se shumë gjëra ka kaluar në jetën e saj. Si një vajzë vetme me 3 vëllezër më të mëdhenj, ajo bën ndihmës për nënën në punët e shtëpisë. Kështu, në vend të gjërave shkollore, tash Fatimja mbante gjërat e nevojshme për pastrim, për të gatuar e për të bërë dora e djathtë e nënës. Por kishte ndodhur diçka që ishte edhe më e rëndë se punët e shtëpisë, më e rëndë se punët e të gjithë botës. Ky ishte rasti i vrasjes së vëllaut. Nosa, vëllai, 12 vjetë kur ka pas. Unë vis një motrë e 3 vëllazër. 3 jem të ndjek, për që një jem gjallë. Vëllai, njone e ka në vra, 2 ndjek, njone kun paralizu, njone smut. Kush a vrau, Serbia? A? Serbia vrava? Jo, Serbia, jo. Kështu, kur ka vrau vëllon, e punë orne, e punë nusa, di, vëllon në marë. Pëna këta 2 tjetë që ndikë për gjeli. Apo më ka zënë, në shkolla ju kanë lënë me shku atëherë? Vëllë, s'na kanë lënë. Je ka 2 vjetë që ashtu dhe shka. A veç 2 vjetë kanë lënë me shku, a? Veç 2 vjetë. A kishe qef me vazhdu? Pa, kisha qef që ma bo. A u mërzite kur ta na lënë? Jo, së mërzita. Ja. A ke pas naj shoshe që jeni Kom pas shoqë, kom bashkë, pas, ato kanë shku vështin, finale? theshin më shku shkollë dhe shkëshin bashkë. Një herë u detyrua ta ndalte shkollimin për punët e shtëpisë. E pastaj, kur i mbushi 12 vjet, e njoftuan edhe për një rast tjetër jo të zakonshëm për një vajzë aq të re. E njoftuan se e kishin fejuar. Dhe arsye për këtë u bë djali i axhës së saj, i cili gjatë kohës sa ishte në ushtri, kishte gjetur burrin e arshëm të Fatimës. Sa vjet kena i të fejume? Këndaj, një 5 vjetë. Qa ke po gjatë aty në 5 vjetëve? 6 vëq. 6 vëq. Punë dogre dhe shka ka pak e nisa. Të punu. Qfar që izi u kanë ata? Qysh i keni bo? Shpesh jeshe, njore, tjere, bënë që sa sa. Jo, na e kështe. Po. Që sa sa Me qka i marrëishi ato? Me shi me peltisht, me ani bjoj punu. Të bëshim për të ure që ashtu. Me vek a keni Me bo? vek, po. Me E këto vek. teshat e kartunit a i ke bo vet? A ti ka dhona i kush? Jo, kom po vetë, Ti me dorë tone? po. Unë kom po vetë. E pas 5 vitesh e fejuar, Fatimja ishte përgatitur për të bërë nuse. Ajo tregon me shumë nostalgji për mënyrën se si organizoheshin dasmat në të kaluarën. Po vëlla dasma të bëshim të mira. Qysh i bëjshi këtu në herë? Bëshim të mira. 3 ditë dasëm. Nata dasmet. Dita gjumoje e theshëm rati. Mirë shumë, bëke me qërshke, me qorbe, me sosanash. A krejt me të shpis që i keni bo vet? Tana me përshim blatin e ose blopin ose dëshka, mirë zonë qërsa. Kush qitin kërë ty? Pi të shpis tone? Pi kërra? Po dy që e qesi nusën në kërë që? Po, ka qi vlazit. Atë konë gjallë ata. Im ka qi vlazit. Qysh të dëk? Kur Paj. dole pi shpis? Do kesh vallë. Da për shpije.
Me shku si dhe se ku po shkon. Mua, më këtu, se këneshit të një herë pi, qështu, që sa kunsh. Atë ka orë mërziste të nane i për shambull ditë grave të knojnë e të shojnë ka pak. A po, qështu herë shashin të burët e herë, livdëshin e herë. Që më po qështu jeta, mje shumë ta. Kushtet e mira si të jo atë në shpeja pak ma lekë. Po, dhe pak ma dëpt. Ta ju ku ma shumë, se kushtet ma të ligë ma. A ju në ka la bla? Këtu a? Po, kun 10 burre, kun 10 djem. 10 djem. Vjerrijat. Vjerrije, kunete që si të dëvar mas të halti. Fatimja thot se pas e erdhi nuse në Kotradiq, shumë gjëra ndryshuan, dhe tashmë duhej të sillej si një nuse dhe jo si një vajzë. Ajo tregon se tashmë kishte ndryshuar edhe mënyra e veshjes. Po, dhe i vonë ke vesh kullje. E veshën e katunit, a e keni majtë kështove? Po, mas po e kem pas veshën e katunit, me lithe marha, me pështëllake. Një po do veshim dasma, kur bëjke duke me po veshën të krarë, me po me këtyjeme. Qashtu. A i ki hale ato tesh ate? Valaj e jo, i kom heft, bukur ka herë, në herë kullje të na hinë atë fund e shërta. Fatimja flet edhe për fëmijët e saj. Kështu na tregon për largimin e 2 prej tyre në mërgim. Largime këto të cilat e mërzisin jashtë mase. Por thotë se fëmijët e saj, por edhe të rinjët tjerë nuk u larguan pa arsye, pasi kushtet në Kosovë nuk janë edhe shumë të mira, dhe se largimi i tyre po ndodh për një jetë më të mirë. I kam 3 shika 2 djem. Ma e lidh t'jekon me qika me djem? A? Ma e lidh t'jekon me qika me djem? Vëlla, si me djem, si me qika. Me qika ti kom pas ma shumë të sume. Qikat janë ma të ndoja, ma të vogla? Qikat, po di që më thonë, i është, po vëlla, djem të përvara. Qikat ma të vogla? Po. Për cilën qik e mërzit mas forti që e ke dhonë? Ma të vogli, mas forti. Pse? Pa e kom, ma ta bësha derte që shka. Dhe kone këtë bushë me kone, që më thonë, qeshpe për punë për tana. A të kujtojt kërë u bo nuse? A të ta majsa? Qa ma thonë? E të këmë shku, që me votana. Se me thë më shko. A vinë shpesh? Fëllaj, ajo vogla është jashtë, në Gjermani. Këto dhja njona është Prishtinë, njona për. Jo, djemë të kom, njone kom këtu, njone jashtë. Do që 30 jetë më sapë. E qësh jarë puna me dalë jashtë atina? Vëtë vetej. A të tha non për dalë a vesh? Jo, për dalë e po që i fatin, ta që për punë. Ta nga kush kërë i zonë i vendë. O mërzit e të që du O lesh? mërzit e po që më punë. Ta në dukur e mu largohën, asmine. Haj, po më dhime për që, më i me dalë. Ta kanë që me dalë. Jashtë Qa kështë. më menja, apo kanë qef me dalë për qefe, a për një me ju ka arë puna në shtë të përkashare? Laj ma shumë, s'pa kanë qare, se kushtë t'i bash. Njëra, po shkoj me jetu është ma më jashtë. Gjërsa e përfunduan bisedën me Fatimen, shpresa e saj ishte përmirësimi i kushteve ekonomike në vend dhe të ndalohej emigrimi i të rinjve.